këtë që thotë Ylli, sepse shifrat janë që prej disa muajsh nxjerrë Eurobarometri në të njëjtin, po themi, vefërsisht. Çfarë po ndodh, pra unë ngrita një pyetje, çfarë po ndodh? A jemi kaq të lodhur sa të mos ndjejmë nevojën për një ndryshim apo nuk janë ndodhur njerëzit, jo nuk janë ndodhur njerëzit. Ka ndodhur diçka tjetër, shiko çka ka ndodhur. Çfarë ndodh? Ka ndodhur, po them fjalë tjera ato që tha Ylli. Ka ndodhur stakimi në vend i aktorëve kryesorë politik shqiptar. Nga viti kur David Cameroni u bë kryeminist, Anglia ka ndryshuar 6 kryeministra dhe 5 kryetarë opozite. Okej. 10 vjet e fundit Austria ka ndryshuar 8 kryeministra dhe 8 kryetarë opozite. Nuk është situatë e mirë, ajo është destabilitet. Jo, ajo është shumë e mirë. I kryeministrave për shkak të krizave. Sot bota tani nuk po duhet bëj politologji se më shumë vonë, po Matthew Goodwin ka një libër të famshëm, thotë futja e mjeteve të komunikimit të reja të komunikimit ka prodhuar rreziqe shumë të mëdha për politikanët gjithë botë dhe bien shumë kollaj politikanët. Në vendet demokratike, politikani i mirë është ai që rri gjatë. Në vendet jo demokratike, të rish gjatë pushtet do i politikan shumë i keq. Kur nuk rri gjatë në Suedi edhe në Angli që janë vende demokratike, imagjino çfarë thotë qëndrimi gjatë në një vend jo demokratik si Shqipëria. Pra Shqipëria ka këtë problem. Po themi Zelanda e Re, Malezia, gjithë ato kanë rruar disa kryeministra, disa kryetarë opozite. Italia po, Greqia po, gati gjitha vendet, edhe Maqedonia, edhe Kosova, po doni juve. Pra Shqipëria ka një stakim në vend prej kohësh. Shqipëria është i vendi vend në Europë, në Europë që ka 2 partitë të mëdha. Nuk ka në vend në Europë që të ketë 2 partitë të mëdha. As i vend, as Gjermania, as Franca, me përshtypjen e Britanisë së Madhe. Më pëlqeu shumë, po 2 partitë të mëdha. Peri është shumë e bukur. Po mirë ndoshta, sepse Shqipëria ka histori politike që 2 partitë të mëdha, 2 partitë të mëdha që nga 91-shi, filluan të krijojnë një bazë ekonomike, një bazë mediatike dhe një, po themi, substrat gati të përbashkët. Edhe qëndruan liderët aty, edhe struktura poshtë. Besoj edhe biznesi përbashkët, besoj edhe media përbashkët, besoj edhe shumë gjëra tjera të përbashkëta, kanë prodhuar një iceberg poshtë që janë këto 2 partitë lartë. Edhe këto dyja janë dominanca e këtij sistemi. Tani këto dyja janë shumë konsumuara. Edhe kanë mbetur në kufite 45 apo 40 me 30 apo 25. Edhe kjo shifër është besoj unë që ditën që u mos zgjedhë 2023, po ndoshta po, sidomos ditën që ish kryeminist Berisha shkoi në zyrën e PD-s, mori PD-n pas 6 marsit. Në atë moment, shifra 30% nuk luma. Është saldo. Çfarë alternative kishte se u bë 30 herë? Nuk e di unë tash çfarë alternative kishte. Alternativa ata themon. Alternativa është një parti që e duan shqiptarët. Siç e kanë dashur të thotë dyshin ose njëshin. Kjo është shumë retorike. Ata themon, do të them me fjalë të tjera. Me fjalë të tjera pra, me fjalë të tjera. Njerëz që nuk janë konsumuar. Politikanët thotë një teorician e njohur, edhe i shkrimtar e njohur, po themi një teorician, Daniel Patrick Moynihan, janë si puna e pelenave, ndodhen shpejt, edhe po ti burrat mirë. Edhe po ti burrat mirë, duhen ndërruar. Kështu funksionon. Demokracia kështu e ka. Nuk rri, pra, anglezët ndërruan Winston Churchilli. Churchilli ka ndërruar. E kuptoj unë që politikanët Pra, kjo gjë duhet ndodhte, me që më thej mu çfarë duhet ndodhte. Se ky problemi. Me që more krahasimin me Pelena. Ato shifrat, ai shifrat mërshme. Në SBA, ky Krista Civita e di shumë mirë. Më fali gjë. Krista Civita është njerëz që e di shumë mirë. Në SBA konsultentët zgjedhor, apo strategjistët elektoral bëjnë gjithmonë një mati kur marrin një detyrë. Masin përqyeshmëri, mos përqyeshmëri, diferencën. Ose diferenca ka në 2-3%, është në politologji kjo. Ata kanë vështirë të marrin përsipër valla. Thonë nuk bëhet. Pa po që 49-51 do shumë vështirë. Kur ka ardhur BG Ndar në 2005 në Shqipëri, pra BG Ndar është një kompani amerikane konsultente, mori PD-ja në atë kohë, pra Barbara Griffin and Rovers, ish kuratori i ministrit Haley Barbour, madje për Berishën 48-52 dhe u shqetësua. Nuk kam qenë diku aty për asaj kohe, pra të ka njerëz që bënin llogarira, edhe u shqetësuan dhe u detyrua erdhi dhe dikush tjetër nga stafi i ish president Bush, Stuart, edhe u detyruan të bëjnë një makjazh total të Partisë Demokratike në fushat, pra Berishën e nxorën në plazhe, ndërruan veshjen me radhë, bëj edhe më i pëlqyeshëm. Tani një diferencë këtu është 30-65. E kupton çfarë diferencë jemi apo jo? E kupton? Atëherë ishte 48-52, 30-65. Ti thumu ç'do bëni, po këtë pra do diferenca. Diferenca, unë nuk pasoj t'i Berisha, se më qet doktor Pyetje, jo të rri. Le të Berisha. Por nuk mund të rri ai entourazh, se s'ka kuptim. Edhe ti e ke me mulin domethënë problem. Jo, mos e ka muli fare, muli është shumë mirë, muli është më mirë aty. Po tepër më ke pra. Tash mos merr, unë po bëj analizë politike. Po flas, ajo shikoj, është i cop druat i rikop. Po flas pedagogike za politike që me që e kam zonat këtë punë, domethënë që çfarë bëhet zakonisht domethënë. Kjo pra, tani jemi në këtë gjendje, po të paktën tani rregulloj mesazhin, unë të thash. Të mos ketë më hapur dame mesazhi. Mos merrem me budallike, jo çyryk, jo sot çyryk, jo vro. Ka më zekti se 10 ditë kanë mbetur. Shumë pak kohë ka, po diçka ndoshta mund të rekuperoj, nuk e di.